Rita Petra u shpall fituese të çmimit laureat për poezinë, një vlerësim që shkon përtej suksesit personal dhe shënon një moment të rëndësishëm për letërsinë shqipe. Misioni i këtij çmimi është të nderojë autorët që përmes fjalës poetike të pasqyrojnë gjuhën artistike, si dhe të mbajnë gjallë dialogun mes letërsisë dhe shoqërisë. Në këtë kuptim, për Rita Petron, çmimi laureat për poezinë nuk është vetëm një dekoratë simbolike. Mendoj që kjo lloj poezie të shkojë sidomos te trinj, sepse duke qenë dhe brenda atyre programeve shkollore, unë e di që aty janë të kufizuar dhe në përgjithësi bëhet poezia e traditës. Kështu që kurset e hapura dhe gjithë ato punëtorit dhe me studentë ose me ata që duan të shkruajnë, po edhe kurset e hapura, po leximet e hapura dhe për ata të cilët duan të krijojnë bashkëbisedim, sepse në fundit poezia na zhvesh nga komplekset. Si mundet ne të ngjallim atë bashkëbisedimin e poezisë, sepse poezia nuk është thjesht një diçka elitare. Ky çmimi i poezisë një hapësirë më të madhe në vëmendjen publike dhe rikujton se fjala poetike mbetet një mjet i fuqishëm reflektimi dhe ndërgjegjësimi. Ndajuria veçoi prurjet e këtij viti, duke i konfirmuar si pjesë e rëndësishme e trashëgimisë letrare bashkëkohore. Kjo që po ndodh sot është dëshirë shumë për shkruar poezi, por janë njerëz që janë në fushë. Pra ka talent, ka nevojë për shkruar, ka nevojë për të shprehur, por mënyra se si shkruhet dhe se si shprehet është komplet e çorganizuar dhe është pak a shumë një rrotullim në errësirë në të njëjtin vend. Prandaj është e nevojshme ky rol i poetit laureat që t'i tregoj njerëzve ku është mali. Jo thjesht përmes asaj që shkruan vetë, por duke bërë pak zhurmë. Ndonse poezia duket sikur kalon shpesh kriza, poetët mundohen të ruajnë frymën bashkëkohore e ta sjellin edhe më pranë lexuesit, e sidomos të rinjve.